Ndodhe dhe kjo në Ferizaj. Hajnat vjedhin në xhami, prishin edhe kamerat. Një rast i vjedhjes së rëndë është regjistruar në fshatin Mirash të Ferizajit, ku persona të panjohur kanë depërtuar me forcë brenda një objekti fetar dhe kanë marrë arkën e bamirësisë. Ngjarja është zbuluar kur imami i xhamisë ka shkuar në objekt dhe ka vërejtur se dera ishte hapur me forcë dhe disa sende brenda ishin dëmtuar. Siç mëson sinjali, të dyshuarit fillimisht kanë hyrë brenda xhamisë dhe kanë marrë arkën e bamirësisë, ndërsa më pas kanë dëmtuar edhe kamerat e sigurisë me qëllim që të fshin gjurmët e mundshme të tyre. Sipas deklarimeve të imamit, ende nuk dihet saktësisht shuma e parave që ndodheshin në ark, ndërsa dëmet materiale përfshin vetë arkën dhe pajisjet e kamerave në vlerë rreth 170 euro. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë policore të cilat kanë nisur hetimet për identifikimin e autorëve. Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si vjedhje e rëndë, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Rastet të ngjashme të vjedhjeve në objekte fetare nuk janë të pakta kohëve të fundit në Kosovë. Vetëm në periudha të fundit janë raportuar disa incidente të ngjashme në Ferizaj, në Kamenicë, në Podujev dhe zona të tjera, ku janë shënuar vjedhje të arkave të bamirësisë, kasafortave dhe pajisjeve brenda xhamive, derisa autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e këtyre rasteve dhe identifikimin e autorëve.